Gjirokastra ka pritur fluks të turistëve të huaj gjatë kësaj vere. Për të orientuar më mirë turistët në qytetin e Gurt, po ndërhyet për të përmirësuar sinjalistikën dhe tabelat orientuese për muzet dhe vendet historike. Që prej fillimit të këtij viti, 4 muzet në Gjirokastër janë vizituar nga më shumë se 50.000 turistë, shifër kjo në rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pranë çdo pike turistike, duke nisur nga Kalaja, nga Muzeu Etnografik, Shtëpia Kadare dhe Tuneli Luftës së Ftohtë, janë vendosur tabela sinjalistike udhëzuese me informacione për të gjitha muzet, për oraret e hapjeve, për informacione ilustruese dhe këto sinjalistika kanë dhënë rezultat të madh sepse pas vendosjes së tyre, fluksi i vizitorëve pranë çdo muzeu është në rritje çdo ditë. Ku jemi aktualisht pranë Muzeut të Luftës së Ftohtë, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2025-s, kemi një fluks të lartë mbi 600 veta për të njëjtën periudhë. Në përgjithësi dhe në muzet e tjera ka goxha rritje. Sinjalistikat pranë muzeve janë një lehtësi për qytetarët dhe turistët, të cilët janë të interesuar për të vizituar të gjitha objektet që tregojnë histori, traditë apo edhe hapësira të tjera kulturore.